Qyteti i Durrësit pati këtë të shtunë vizitor mjaft të veçantë. 20 vjetori i themelimit të klubit Vespa Shqipëri mblodhi në qytetin bregdetar rreth 360 admirues të markës së famshme motorike italiane. Pjesëmarrësit ishin jo vetëm nga klubet shqiptare të Vespave, por kishin ardhur dhe nga shumë vende të Evropës dhe botës. Shënditoria Taulandia u shndërrua sot në një paradë të vërtetë të këtyre mjeteve, një pjesë e konsiderueshme shumë vjeçare, që ngjallën kurreshtjen jo vetëm të vendasve, por dhe të turistëve të huaj. Jemi gjithsej 360 Vespa, ku shumica ka ardhur nga jashtë Shqipërisë dhe normalisht edhe nga vendet përreth si Dardania, Ilirida dhe fqinjtë pa Greqia, Kroacia dhe Malizi. Ka ardhur nga Vespa Klub Reggio Emilia, një vespis Massimiliano quhet i njohur, 72 vjeçar, ka marrë rrugën nga Reggio Emilia, ka ardhur në Bari ka marrë tragedin dhe ndodhet këtu pikërisht me të gjithë ne së bashku. Ai është vespisti më i vjetër i evenimentit, ndërsa Vespa më e vjetër e evenimentit është një Paropaso me dritën tek Parapango e vitit 1952. Marka e famshme e motorëve Vespa ka ngjallur admirues edhe në vendin tonë, ku nuk mungojnë dhe modelet më të vjetra të këtyre motorëve. Një motorist nga Shkodra ka sjellë një Vespa Rally të vitit 1971, ndërsa një admirues i tyre nga Vlora e ka realizuar vetë me rezinë koshin e famshëm të motorit. Sot në Vespa që gati 10 vite, atë një diçka veçantë që më treku vëmendjen edhe kam shku direkt për me pas në pronësitë teme. Është një Vespa Rally i 71-shit, 180-që, diçka veçantë për Shqipërinë realisht. Nuk është e vetmja, por diçka veçantë. Pse zgjodhe pikërisht këtë model? Ky model bën edhe një fëmijë, edhe një plak, edhe një këtë do për me këthyr kryet në rrugë. Për shkak të, si themi ne, kohës vjetër që ne kemi ndjekur nëpërmjet televizioneve italiane, se unë jam moshë e madhe, më ka hyrë në qef qatë në ato kohë që kur kam qenë i ri dhe jam munduar që të imitoj me bërjen e koshit se kam për vetë. Kupton, jam usta për këtë punë dhe kam për vetë. Përfaqësoj grupë Aulona nga Vlora. Paradës së sotme të motorëve tip Vespa janë bashkuar dhe shumë italianë të ardhur në rrugë toksore, shumë prej të cilëve kanë motor Vespa rreth 40 vjeçar. Të tillë janë këta dy italianë që kanë bërë me qindra kilometra për të mbërritur deri këtu. Pavarësisht kalimit të viteve, motorët janë ende mjaft funksional dhe shihen me mjaft përshëri nga të gjithë të interesuarit. 20 vjetori i klubit Vespa Shqipëri ishte konceptuar jo vetëm si një ekspoze motorësh në një nga hapësirat më të frekuentuara të Durrësit, por dhe një paradë në qytet dhe vizita në sitet arkeologjike dhe monumentet historike.